Pyetja për ngritjen e çmimeve, tash ju e dini që e gjithë nafta që është në Kosovë importohet. Ne jo vetëm që s'kemi burime të naftës, por nuk kemi as rafineri të naftës. Pra ne as nuk përpunojmë naftë përveç se nuk kemi naftë. Dhe në këtë mënyrë e marrim komplet kostën e inflacionit në import. Çmimet e larta që janë jashtë bëhen çmime ndoshta edhe më të larta këtu brenda. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e Inovacionit, Ministria Mimoza Kusari, i ka vazhduar të masat e ish-ministrës Rozeta Hajdari, dhe ajo është në komunikim të vazhdueshëm edhe me ekspertët. Bindja ime e fuqishme është që këto propozimet për heqjet e TVSH-s e të aksizës nuk janë mirë të menduara dhe nuk bazohen në përvoja të suksesshme apo në dije ekonomike. Është shumë e rëndësishme që të kemi kujdes të mos i shërbejmë super profitit të ndokujt në vend se t'ua zbusim barën qytetarëve. Pra, gjitha vendet e Evropës, edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shteti më i fuqishëm botë, është duke vuajtur kostën e luftës që po zhvillohet në Iran e Teherani, në ngushticën e Hormuzit, dhe sikur ne të kishim port detar, e sikur ne të kishim një vend madh grumbullimi të naftës, atëherë fluktuimet në tregjet botërore nuk do të përcilleshin kaq shpejt siç është rasti tani. Por ju e patë që në fjalimin tim në mbledhjen e qeverisë, unë tashmë e paralajmërova që shumë shpejt do ta kemi edhe këtë pakon 200 milion euroshe, e cila do të jetë e dedikuar pikërisht për qytetarët e Republikës që ta përballojnë sa më lehtë që është e mundur rritjen e çmimeve dhe inflacionin. Në anën tjetër, së shpejti në mbledhjen e qeverisë, meqense se tash ka përfunduar puna me gjykatën kushtetuese, do ta kemi edhe ligjin për tavanin e çmimeve për produktet bazë. Në fakt që 3 vjet do ta kishim, po të pyesishim vetëm ne. Mirë po, ju e dini që gjykata kushtetuese në mandatin e kaluar u pa të shndruar në zyre për ankesa, edhe ankesat që shkonin aty nga opozita ka qenë një farë aktivizm juridik, vetëm sa na vononin. Nuk do të ishim këtë gjendje, po ta kishim atë ligj, por do ta kemi megjithatë së shpejti. Më lejo të lutem spari edhe një përgjigje lidhur me një pyetje që u bë paraprakisht përkatësisht për inkorporimin e sistemit arsimor edhe shëndetësor. Strukturat e tjera ilegale, paralele të Serbisë, ato administrative, financiare dhe të sigurisë, ato ose janë shpartalluar e zyrtarët kanë ikur në Serbi, ose janë shuar këtu në vendin tonë. Por natyrisht që kanë ngelur edukimi apo arsimimi edhe shëndetësia. Tash ne nuk jemi të interesuar që pacientët serb të ngelin pa spitale, ose që nxënësit serb të ngelin pa shkolla. Përkundrazi, jemi të interesuar që ta të vazhdojmë, por duhet të legalizohen. Nuk mund të vazhdojmë në mënyrë ilegale. Është domosdoshme të kemi sullim të ligjit edhe në atë aspekt. Unë jam më optimist sa i përket shpejtësisë për sistemin shëndetësor, se sa atë arsimor. Sistemi arsimor është një çik më i koklavitur, do të na marrë më shumë kohë, por sistemi shëndetësor unë mendoj që mund bëhet më shpejt. Dhe po e marr vetëm një argument të fundit kur isha në vizitë, ndoshta dikush prej juve keni qenë në Odën e Mjekëve këtu në Prishtinë, aty mu tha që nga mbi 200 mjekë serb të cilët në vitet e fundit janë licencuar për të punuar në sistemin e Republikës Kosovës, 50 prej tyre janë 6 muajt e fundit. Pra prej periudhës kur ne kemi filluar të themi që duhet ta inkorporojmë sistemin e shëndetësisë. Nuk e keni asnjë shembull të një mjeku shqiptar ose infermieri apo infermiere shqiptare që nuk e shërben me kujdes shëndetësor një pacient serb. Kudo në Kosovë. Merrni me mend, asnjë shembull të vetëm nuk i keni. Por më duhet të pranoj që nuk kemi as shembuj të tjerë ku një mjek serb
në Graçanic apo në Mitrovic, refuzon që të tregoj kujdes për një pacient shqiptar i cili lajmërohet se ndoshta ka pësu aksident ta zëm rrugën Gjilan Prishtinë te Graçanica edhe është dashur të shkojë sa më shpejt në spital, ose atje në Mitrovic ka shkuar po ashtu në emergjencë. Nuk kemi shembuj kur personeli shëndetësor, qoftë shqiptar ose serb, nuk e shërben të etnisë tjetër. Prandaj kjo më bën mua më optimist për inkorporimin e shëndetësisë. Ne nuk mund të lejojmë Kosovë konstruksione që i do një shtet tjetër e janë kundërshtim me kushtetueshmërinë e vendit tonë dhe të cilët nuk kanë kujdes për të drejtat dhe nevojat e serbëve, por shumë më tepër janë vegla e armë për luftimin e pavarësisë sonë. Dëshirojmë që të ketë inkorporim të shëndetësisë edhe të arsimit, përkatësisht legalizim e licencim, në mënyrë që të kemi edhe investim. Gjendja në spitalin në Mitrovicën e Veriut nuk është e mirë. Ne duhet të investojmë në atë spital, por si të investojmë pa u legalizuar ai spital për shembull. Pra, legalizim, normalizim, investim dhe shërbime më të mira publike. Unë nuk jam që serbët në komunat me shumicë serbe të kenë shërbime më të këqija, po dua që të kenë shërbime më të mira. Po për këtë nevojitet inkorporimi edhe legalizimi. Këto afatet kohore unë nuk mund t'i përcaktoj tash, por ne do të punojmë me krejt çka mundemi e dim që këtë ta bëjmë më shpejt. Ka nisur procesi dhe unë besoj që jemi në rrugë të mbarë, por ju e dini edhe kur ka qenë puna e targave të automjeteve, nuk ka qenë bashkë sigurt se cila është data kur kjo punë përmbyllet, e aq më pak tash për shëndetësinë dhe arsimin, po shumë është rëndësishme që ka filluar dhe përshtypja ime është që ka një dakordsi gjithnjë më të madhe edhe të qytetarëve serb për një gjë të tillë. Dhe së pari emrin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme diasporës Glau Konjufsës ne e kemi dhënë më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Më pak se 30 orë. Emrin e Fatmire Mullhoxha Kullçakut e kemi dhënë më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Pra kemi pritur deri në momentet e fundit. Dhe deri në momentet e fundit nuk kemi hequr dorë nga një mundësi për marrëveshje me opozitën. Tash mua më nevojitën konsultimet e brendshme se çfarë duhet të bëjmë për rrugën përpara. Në njërin anë janë natyrisht i kemi parasysh interesat politike, për në anën tjetër janë edhe kufizimet juridike e ligjore. Duhet të shohim se çka është e mundur që të bëjmë për të ecur përpara dhe unë besoj që kjo do të shihet pjesërisht në konsultimet e brendshme që unë do t'i zhvilloj sot e nesër, ndërka që pjesërisht do të shihet edhe nga vetë takimet që do t'i zhvilloj me kryetarët e partive opozitare.